se vini në Mesdrit. Ja ku takohemi dhe sot së bashku, di që ka qenë një mëngjes i vështirë për të nisur për shkak se edhe sot dielli nuk e kemi mbi krye, por në fakt po mundohemi shumë që të rregullojmë humorin për post kushteve atmosferike. Jemi mirë informuar me Brikenon dhe Florin dhe është koha që ju të bëni një rrugtim shumë të bukur bashkë. Siç edhe e kemi zakon me mua Surjanin, Florencën dhe gjithë ekipin e Mesdritës, sepse sa herë që ne shpërndajmë në rrjetet tona sociale ato miliona shqyrtime, nuk janë asnjëherë rezultati i punës së vetëm një individi, por një skuadre që punon me zemër. Kështu që duam të themi faleminderit shumë për vëmendjen që na jepni nga ekrani i vogël në Vision Plus, por gjithashtu edhe në hapësirën online, sepse është shumë e rëndësishme jo për të numëruar klikimet, por për të qenë të devotshëm edhe të jemi në shoqëria e duhur televizive për gjithë. Mëngjes. Është një super ditë sot. Faleminderit. Do jetë një super ditë, ndjehet sepse moti mirë shihet në mëngjes dhe nuk e kam fjalën për motin dhe gjendjet atmosferike. Mirë, nisim kështu ditën së bashku, Mesdritën së bashku, unë Alma dhe së shpejti Florenca, po gjen pistën e duhur për të ateruar në pistën e Mesdritës, për të nisur së bashku të transmetim të drejt për drejt dhe t'ju shoqërojmë deri në orën 13. Alma me të drejt përmendi miliona klikime që nuk po dua t'i numroj sepse jam i sigurt nuk do na dalin javë të muajt për të bërë një përmbledhje totale se sa klikime kemi marrë nga fillimi 22 shtator kur nisi Mesdrita në këtë sezon të parë televiziv, por na lejoni t'ju themi aq klikime sa kemi marrë, aq përqafime ju dërgojmë nga kjo studio dhe faleminderit që na shihni nga ekrani apo nga telefoni juaj. Fundja e ai ekran vetë dhe mënyra se si televizioni mbërrin tek publiku shqiptar apo kudo në botë tani është ndryshe. Ne ju jemi shumë mirë njohës dhe urojmë shumë t'ju shpërblen me dashuri dhe patjetër me tema dhe të ftuar cilësor. Është momenti të ftojmë Florencën sepse jam shumë kurioztar çfarë do gatuaj ajo sot për ne. Zonja Florenca. Sot ka vendosur Alma. Të na thyej me drita. Surjan dhe bele poshtë të jetë Alma. Nuk e di, e kam fjalën në ngjyra, në ngjyra. Në ngjyra. Gjithë ajo zymtësi për jashtë, ne këtu brenda jemi ngjyra. Dhe sa mirë që kemi bërë, se na mungonte drita dhe dielli sot. Koincidencë. Dhe falenderojmë të gjithëve një herë dhe falenderoj këtë djalin këtu që kujdeset për mua, duke më thënë sa bukur sot, je veshur bukur, flokët i ke bukur. Faleminderit Surjan. Duke shumë bukur Florenca si gjithmonë. Ikim bashkë të këndit dhe nisim nga gatimi, sepse me siguri edhe zonja që janë në shtëpi me të vegjëlit e tyre duan të dinë ç'do bëj Florenca sot, që të shohin a i kanë përbërësit dhe a mund t'i përgatisin dhe ato në shtëpitë e tyre. Çfarë kemi sot për drek? Sot kemi një supë me qofte pule. Shumë mirë. Supa është me spinaq. Është me spinaq, më vjen keq që nuk ka produkte që mund t'i pickoj Surjani kështu të gatshme. Do presësh derisa të përfundoj supa. Po të kishe ndonjë gjë të raftet, ai mund të shkoj ta marrë dhe. Po, ato e ka të drejt plot, ja kam dhënë unë që sa herë të doj dhe të ketë ngacmime në stomak, ai mund të hapi dollapet. Faleminderit Florenca. Mirë, i themi publikut se çfarë na duhet për përgatitur supën me spinaq dhe qofte pule. Për ta realizuar na duhet një gjoks pule, një vezë, 20 ml qumësh, 40 gram buke thërmuar, piper i zi pluhur, piper i kuq pluhur, pak pluhur hudhre, rigon, një tufë spinaq. Mirë, një kokër qep, një tufë majdanoz, një tufë kopër, 50 gram gjalt, një vezë, një kokër limon, pak fara speci djegës. Nxjerrni telefonin, fotografojeni recetën e ditës së sotme, hap pas hapi dhe rekomandimet e Florenca, por që t'jeni dhe ju të qartë në qoftë se një ingredient mungon dhe duhet shkuar me një herë tek natyra më afër që ju keni në lagjen ku jetoni, për ta marrë dhe për të nisur të realizuar këtë supën me spinaq dhe qofte pule. Mirë, nga nisim të lumtë goja Surjan, unë e kam nisur pak, kam përgatitur produktet, kam larë spinaqin, kam prerë majdanozin edhe koprën dhe kam grirë mishin e pulës dhe i kam hedhur një kokër vezë, e kam bërë gati. E kalova në blender mishin? Po, mishin e kalova në blender. E griu më së miri. Po, duke fotografuar ju recetën dhe duke më dëgjuar mua pa u përfunduar receta që si do të ndiqni rrugën e punës, atëherë bajeni vëmendjen këtu. Kemi mishin e pulës, të cilën e kalova në blender, i kam hedhur vezën, më duhet pak kripa, pak kripa, Alma, të lutem. Do t'i hedhim kripën,
se për të mbështjell qofte të gjithë dini, mbështjellini si të doni, këtu në Tigan kam hedhur qepën, them drejtën, aty është një kokër qep, por unë kam hedhur qep të njoma që i kisha në frigorifer, pse jo, thash mos t'i shfrytzoja dhe të gatuaja këtë supë që e pranon bashkë me spinaqin të jenë bashkë dhe me erzat e tjera jeshile që kemi aty. Tani, do të hedh këtu të qoftet që të thithi komplet lëngun e këtij brumi, do të hedh bukën e thërmuar. Që e ke blerë, si gjithmonë, që e kam blerë, ke prona tyra me gjithë produktet e tjera. Pra kemi mishin të grirë, kemi vezën, kemi edhe bukën e thërmuar. Dhe të gjitha këto qoftet që do gatuaj unë tani, një nga një do t'i bëj të vogla, sa më të vogla të mundshme, do t'i skuqim ndërkohë që bëhet qepa edhe spinaci do të zbutet aty brenda. Tani hedhi me radhë erzat, unë po hedh. A të rrisësh pak temperaturën e këtij tigani? Po, mund ta bësh. Se s'kemi kakao tani që ta derdhin. Akoma e ke në mendje atë derdhin e kakaos? Po tash gjërat që na ndodhin, Alma, në jetë i mbajmë, pse mos t'i mbajnë. Trauma janë këto. Si urdhro? Trauma janë. Po, trauma. Mos u përsërishin më, mos u përsërishin. Trauma janë, jetojmë me to. Mirë. Edhe rëndësishme mos lëndohemi. Po shohim që Florenca po marinon me erza të ndryshme mishin e pulës të grirë në blender. Dhe kur gjeni në një damar pule kështu siç pash unë tani, e hedhim në kosh të plerave, sepse nuk duam që të na bezdisi kur konsumojmë qoftet. Mirë, Florenca, tani duke qenë se ti na tregove disi radhën e punës, dhe zonjat kanë bërgati gjithë produktet, e kuptuan që spinaci është një element shumë i rëndësishëm për ta përgatitur këtë recetë. Duke qenë se me siguri janë kujdesur të bëjnë larjen mirë me ujë dhe me sot, është koha që ne t'u tregojmë një insert përgatitur nga kolegja jon Gjoana Ndosi që tregon vlerat e spinaqit dhe mënyrën se si ne integrojmë në kuzhinë. Do bëhemi më të fortë pasi të konsumojmë këtë supën e bërë nga Florenca sot. Kthehemi vetëm pas pak. Spinaci është një nga perimet më të pasura me vlera ushqyese. Ai përmban hekur, magnez, kalcium dhe vitamina A, C dhe K, të domosdoshme për shëndetin e kockave, muskujve dhe sistemit imunitar. Konsumimi i rregullt i spinaqit ndihmon në rritjen e energjisë, përmirëson tretjen dhe kontribuon në një lëkurë më të shëndetshme. Mund të përdoret në sallata, smoothie, supa apo gatime të ngrohta, duke e bërë një zgjedhje të thjeshtë dhe të shëndetshme për çdo vakt. Punoj, vura një dorez dhe tani po i punoj pak sepse duhet të punohen pak këto qoftet, që të lidhen të gjithë erzat që i hodha unë bashkë me vezën. Kam dhe pak qumësh tani këtu. Ja ku e kam, më hidh pak qumësh këtu, që qoftet të bëhen sa më i dhe gjysmën njerë, 20 ml duhet, nuk e di them drejtën sa hodha aty, po besoj se mjafton. Lëre një më njanë, po të na duhet. Që po na lidhet masa mirë. Nuk duhet t'jenë shumë të forta të gurta, se duam që mos na bëhen kur t'i kafshojmë të forta. Ja, tani më duket se është mirë brumi. Shiko, të gjitha visat bëhen specialiste duke gatuar, sepse sa do të lexosh ose të shikosh receta, po nuk i praktikove dhe po nuk i bëre, nga ndonjëherë dhe nuk të dalin tamam. Ja, tani unë e shikoj dhe ndjej me duar që brumi është tamam, buka e thithi komplet lëngjet, dhe unë tani do të përgatis qofte kështu të vogla. Qoftet e vogla. Dhe do t'i kalojnë në tigan. Kalojni pak në miell. Kalojni. Mund edhe të mos i kaloni, ule pak temperaturën se e ke rritur shumë, se na digjen, çoj ke 7. Okej. Edhe në 6 njerë, sa t'ulet. Ja. Sa më nga dalë të pishen. Ndërkohë, qepa është bërë, do hedhim dhe spinaqin aty. Ma shty pak alma me duar. Jo. Se i bie niveli. Se ka shumë spinaq. Po, e din. Thjesht duhet të takojnë nxehtësinë. Opa. Okej, Alma. Të lumshin duar. Mbledhim dhe spinaqin e rënë në pianur. Po. Dhe tani niveli spinaci do të bjerë. Po. Dhe do t'i shtojmë pastaj ujë ose lëng perimesh që mund t'i keni në shtëpinë tuaj. Unë kam lëng perimesh, do t'i shtoj lëng perimesh dhe pastaj do të kaloj në frulator.
kur të agrim supën në frullator, në fund fare do t'i hedhim qoftet, dhe pasi t'i kemi hedhur qoftet, do të përgatisim një salcë me pak limon, një kokërvez edhe me fara speci djeks dhe me pak erza të tjera, që unë e kam bërë gjysmë gati aty Alma. E ke gati këto përzierjen magjike. Mundën ta përzierë pak? Po, përzierë Alma. E bëra pak të madhe këtë, duhet e vogulik syri se mos marrësh erën e... Jo, syri ka me Se kam për aromën fare, kam për vajnë që mund të hidhet puksi. Por, gjithashtu dhe për qënë një shoqëri e mirë për shokët e mi, sot me vete kam 5 dhe i referohen 5 tipologjive të mjellit Ola, që ashtu pa kuptuar për hirtë të vërtetës, bëhet i dobishëm dhe na hyn punë çdo recetë që ne gatuam. Ja, kush do mendonte që mielli Ola në supën tonë me spinaq dhe perime do ishte i domosdoshëm. Ju po e shihni që Florenca po e përdor për të bërë atë ngjyrjen me miell të qofteve që po i përgatit me mish pule. Praktikisht mielli dhe shtëpia pa miell ka diçka mangut. Po, është e vërtetë. Dhe ne kemi fatin që e kemi me shumicë. Mirë. Florenca, nuk e di, kam parë që ke komentuar shpeshherë, do i shtoj pak vajuliri, se po doja të më thoje ti në fakt, përpara se unë ta mendoja vetë. A i ke parë Thermon VIP në këto ditë? Kam parë që i bën lajk, komenton, edhe ti je bërë si një pjesë e mirë e jona, ti moza, apo jo? Si moza? Jo si moza. Skuadra moza. Ti moza e ka fjalën skuadra mozës. Po, jam skuadra mozës, dhe tifozja e mozës, sepse më pëlqen lirshmëria e saj dhe e kam shkruar edhe në komente që moza është vetvetja, nuk merr komanda nga askush. E kjo i jep shumë lezet thua. Dhe mua shumë pëlqen njerëzit që s'marrin komanda nga askush. Ishte një meme shumë e bukur, po shumë e bukur në rrjetet sociale, që thoshte nëse nuk je si moza sot, pozitiv, mos më dil përpara. Dhe të drejt ka na duhen shumë njerëz si moza. Jo vetëm një, na duhen shumë njerëz si moza në jetë. Edhe unë, për shembull që jam këtu mes jush, nëse do të më thonin që Florenca mos thuaj këtë, thuaj atë, të them të drejtën, nuk do isha e kënaqur të qëndroja. Kështu që unë dua të jem kjo që jam, sepse ADN-ja ime është kjo që unë jam. Dhe të vazhdosh të jesh vetvetja Florenca, vuajnë vitet e fundit për personazhe që tregojnë vetvetja para dhe pas kamerave. Mirë, është momenti që rikujtojmë një detaj shumë të rëndësishëm, sepse jo më kot përmendëm Thermon VIP, mos harroni që hërajmi i radhës është nesër mbrëma në orën 21 në drejtimin e Arbana Osmanit, por mos harroni për gjithë ata të cilët duan të shohin se çfarë bëjnë thermerët në çdo orë të ditës. 2 kanale të dedikuara thjesht në platformën online YouTube dhe këtë javë mund ta bëj produksioni paktën këtë kalajmëruar që edhe këtë javë 2 kanale, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2 do jenë për gjithë publikun lehtësisht aksesueshme vetëm me një lidhje interneti. Pastaj për të mos hyrë dhe përmendur gjitha platformat që ju mund të ndiqni Fermon VIP në 2 kanale respektiv. Dhe Vision Plus patjetër, se Vision Plus nga hëna në të premte në të diel ka dhe programacionin ku pjesë e ti jemi dhe ne si mes dritë. Në ndishtë dhe neve, jemi paqë një, bestojmë të faktën. Mirë. Ja qoftet po bëhen syrian, ndërsa ti fole aq bukur, si gjithmonë. Faleminderit, Noj. Edhe unë i thash Almës të përzjej pak dhe s'më merrte vesh të çaj thoja. Do me thëmë, po më thoshte përzje, unë ndërkohë po përzjeja këtë, se shfaq Florencës, se unë vjoj të jem në gjendje gripale. Në gjendje gripale, dhe përshëndrimi është të jemi shumë sinqert i ullët. Edhe më thoshte përzje, dhe unë po vazhdoj po përzjeja këtë me djetin rritët. Dhe ma bënde përzjeja atë, dhe unë për pak këtë e hodha atje, mirë që dhe e bënde luka përzjeja atë me këtë. Dhe unë e mora komandën mirë. Si dikur, ime më orientonte për punët e shtëpisë. Kështu që, çfarë të bëj tjetër, të lutem ma thuaj me zë të lartë. Jo, do hedhësh pak vaj aty, Alma. Pak vaj, po pra, doja pak vaj, po. Ja ku e kemi. Më falë që të dërgova deri atje. Jo, se përshëndrimi është i ullët, se kështu punët arri i bëj. Do shtoj shumë pak, apo jo, sa duhet? Ja, ti mjafton. Okej, e mbajmë vajnë të afër, ta kemi afër. Po të doni, shtoni dhe pak nga qumshi që kam unë, do të presim dhe një limon, dhe do t'i hedhim dhe një limon, që do t'na duhet në fund fare, kur supa t'ketë mbaruar dhe ta kemi fruluar. Mos harroni që supën do t'a frulojmë, do jetë e lëngshme, dhe e plot, nga përbërësi që ka brënda, dhe pastaj do t'i hedhim qoftet e gatuara dhe të skuqura
mirë. Florenca, di ti që neve sot ka rënë lotaria? Urdhro, sa mirë. Sot ka rënë literalisht lotaria, nuk e di ti? Jo, nuk e di sa mirë. Nuk e di? Jo, nga ta di. Ja. Kush më tha në telefon? Më dëgjo, sepse sot si ditë e inte, Meri Gjini në bashkojt përsëri në studio. Pavarësisht takimi që patëm ditën e kaluar ku bëm parashikimin e gjithë muajit prill, sepse na lejoni t'ju rikujtojmë që jemi zyrtarisht në prill, edhe pse mund mos ndjehet. Po, do jetë Meri Gjini e cila ditën e kaluar na paralajmëroi që me sa duket ka disa hyrje të reja planetare, sidomos hëna. Hëna do të dikoj drejt për drejtit e 12 shenjat e zodiakut, për të mos marrë përsi, për të thënë dhe të folur për diçka që nuk jam kompetent, Meri Gjini na bashkohet në studio dhe do na tregoj se si do ndikoj ky satelit i tokës në humorin ton të përgjithshëm për 12 shenjat e zodiakut. Të gjove Florenca, çfarë na tha Meri dje, tha që hëna është në peshore dhe ka një ndikim shumë të madh tek të gjithë ne. Ose cili është ndikimi, do duhet ta thot Meri. Për shembull, çfarë mendon ti? Sa mirë. Unë mendoj që nëse jemi njerëz pak kështu të pashprehur, të shprehemi. Nëse jemi njerëz pak të zymë, nëse jemi njerëz pak të zymë, le të qeshim. Ja, nuk është totalisht ashtu, se hëna është praktikisht ndikues në humor, por urojmë shumë që të kemi lajme të mira. Urojmë shumë të kemi lajme të mira. Po pra, në humor pra... Edhe pos patëm lajme të mira, normale është ajo. Po normale se njerëz jemi. Njerëz jemi, do jetojmë edhe ditë. Kështu që peshoret janë paksa me hënë. Atë shprehin që kemi thënë peshoret, njerëzit janë me hënë, sot janë peshoret me hënë. Po se si kurri hëna është në bazë të ditës që kanë lindur. Po ta shikojmë. Ta shikojmë se si e kemi hënën. Ta shikojmë si e kemi hënën. Por gjithsesi mos ta bëjmë përcaktuese. Të na falin që kemi bërë pak pis atë. Ku ka kuptim mos të bëjmë pak rëmuj kur gatuan. Kush e ka shtëpinë si zvicerianët kur gatuan? Aman mi Florenca, pse mos e shqetëso kokën fare? Aman se kur shikoj disa guzhina kështu si në përprallat. Si ato që shiten, sikur gati po shiten. Të drejtën më pëlqen jashmase. Janë vetëm rrjetet sociale ato Florenca. Po e di. Janë kuzhina të papërdorura. Unë e kuptoj më mirë se juve. Ti gatuan më shumë se ne. Jo, e kuptoj nga ana e të ndodhurit këtyre gjërave, se them drejtën kam hyrë në shumë shtëpia që i kam parë në rrjetet sociale kështu tamam si në pralla dhe kur kam shkuar atje ndryshonte çdo gjë. Domethënë janë pozicione vetëm për kamera. Ta që xhirojnë dhe bëjnë receta që e shesin sikur e kanë nxit shtëpinë. E di ti çfarë nuk kanë mësuar pikrisht këta njerëz që ti ke vizituar? Po. Ato teknika që përmes të ftuarve kemi mësuar në mesdrit, si të pastrojmë pianurën, kuzhinën, ambientin ku ne gatuajmë me sos buke dhe uthull molle. Po deshe tregojua dhe atyre mund të shkëlqej kuzhina sa herë ti viziton. Unë i përdor nga ndonjëherë ato, po them drejtën dhe kthehemi gjithmonë në rutinën tonë. Unë përdor ujin, sapunin, larsit, ufullën nuk diskutohet, e kam përdorur gjithmonë, edhe sodën e bukës, dhe sipas mënyrës time, kam arritur rezultate shumë të mira. Shumë mirë, secili e di vetë materialin që ka në kuzhinën e vet dhe ja mëson. Po. Teknikën e duhur. Tani, të receta, ku jemi a themi dhe njërë publiku? Po, pasi përgatitëm qoftet, ju thamë qoftet përbërësit i kishin shumë të thjesht, i kemi vendosur për të skuqur në një temperaturë mesatare, si që ka vendosur syri tani të 6, dhe në tenxhere kemi spinaqin dhe qepën që po gatuhet dhe do të shtoj tani lëngun e perimeve që kam dhe që e kemi bler tek Pro Natyra. Ku e ke? E ke frigorifer? E ka armën sekreta aty? Në një të trapa. E zbuloj. Lëng perimesh. Lëng perimesh. Dhe ashtoj. Që anvisat mos lodhen, e kanë gati, mund të marrin, edhe unë e kam përdorur dhe me gjithmonë që është shumë i mirë. Ta në shtojmë, po, ashtu si që bëjmë me mish, bëjmë dhe me perimet. Brodo në një paketim 1 litërsh. Po, 1 litërsh, po. Se 1 litër në duhet, dhe në momentin që do marri val, sepse spinaci tashmë është gjaj gatuar, ne do ta kalojmë në miksim, edhe do ta bëjmë një masë të lëngshme, të plot homogene. Pra këtu kishte vetëm qep, spinac, edhe brodo. Edhe gjalpinë, se kemi edhe gjalpinë. Ku të shkojmë në pa gjallë? Duhet sigurojmë që qoftet bëhen mirë, që mishit mos jeti pagatuar
brënda. Po, pa tjetër, Që se nuk japim jedhim kohën në e vet. fund. Edhe në fund fare kur ta hedhim, sa të marri val do ta largojmë pasi e kemi bluar, do ta largojmë nga nxehtësia dhe do të hedhim atë masën që përgatiti Alma me vaj ulliri, me erza, edhe një vezë dhe do t'i hedhim dhe limon. Po munde, Po. po munde, një 3-4 qofte. I do mënjan ti. Mënjan, nuk I dua të lagura nga supa. Të shoqëruar me nejtë sot djatë? Jo, me supë. Me supë. Mirë, okej. Nuk I do aty brenda? Jo. Okej. Mirë. Tani, mos të harrojmë që të themi publiku që pas pak kur njeri në bashkohet edhe kur mësojmë se çfarë po ndodh me këtë hënën e jashtëzakonshme që është tek peshorja, jo tek ne të dyja, të gjitha peshorët, se nuk duam të flasim vetëm për veten. Do mundohemi shumë që ta shfrytëzojmë kohën maksimalisht tek secila shenjë edhe të sigurohemi që të presin dhe disa nga pyetjet tuaja. Do t'ju sugjeronim që kur të pyesni vetëm për një datë, në mënyrë që ne të kemi më shumë telefonues edhe koha mos të konsumohet me vetëm një nga telefonuesit tanë. Kjo për të respektuar gjithë ata që kanë dëshirën e mirë dhe kanë pritur ndoshta me javë të patur një komunikim me Merigjinin. Ti, Florenca, asnjëherë nuk e patur një pyetje për dikë tjetër për horoskopin. Si për dikë tjetër? Për dikë tjetër për një familjar, po, për një shenjë tjetër. Për veten tënde ke bërë pyetje të vogla. Jo, nuk dua të bëj. Nuk do të bësh pyetje. Sepse nuk dua të di përgjigjen. Mirë, dhe ne respektojmë shumë dëshirën tënde. Ikim bashkë tani? Mirë, Të largohemi ne të dy? Të largohemi dhe ju bëni pyetje plotë. Faleminderit shumë. Do ja lëm publikut sot përmes telefonatëve. Publikut I themi Florencën Nederlund në faqen që cilën e saj që vazhdojnë të gatuaj qofte që qofte të jenë të mirë gatuara, siç neve na pëlqejnë dhe mendoj një pjesë të mirë të shqiptarëve dhe të shkëputemi për një publicitet të shkurtër për të mirëpritur me një herë të ftuarën e parë. Qëndroni me ne. Ja ku jemi në kuzhinën e la carte. Me Faleminderit. qoftet, me mishpule, me spinaqin e fruluar. Po, ja e kemi fruluar, e kemi bërë gati supën tonë, me qënë se jemi në kohë virozash, dhe unë tani do të hedh qoftet aty, brënda. Ja, do t'i marrë kështu një nga një, do t'i hedhim aty, si që thash Shumë në fillim. delikate, Florenca. Po, shumë delikate, po mundohem të lë një, ty t'i kam lënë aty 5 copë. Almës do t'i lë 3, se femra zakonisht hajnë më pak se meshkujt. Po, edhe Alma ha më pak edhe se njerëzit e tjerë. Se duhet të ruajmë linjat. Ruajmë linjat. Pra, mirë bëjnë. Po. Do të shtoj aty tani masën që përgatiti Alma, duke marrë pak nga ky lëngu, I kam edhe limon, vaj, që mos na bëhet më pas. Mos na pritet veza, themi në gjuhën. Ky lëngu e trash masën, e bën kështu masë pak të plot, që të mos jetë I ujshëm. I ke shtuar dhe limon, më duket. Po, patjetër, shtova dhe limonin, po. Luma ka që do ta provojnë supën. Edhe do mendosh një emër përpara se të bësh atë prezantimi final në pjatën e bukur që kemi. Po, ja, kemi edhe pak nga këto erza, do të lë pak për pjatën, edhe të tjerat I kam hedhur aty dhe I kam fruluar. Gjyra shumë e bukur e supës. Tani, sa qofte ti jedh kësaj pjatës, unë 4 do t'jedh. Lumej, gjykoj e ti, po, 4 ti e di. Ti di më mirë se si duket. Po zakonisht... Opa! Ja, nuk do t'a mbush. Ti mendoj emrin, ndërkohë, ne I themi publikut edhe se çfarë u desh që të përgatitej kjo supa që duket kaq a la carte sot. Edhe të sigurohemi që të gjithë të kenë mbajtur shënim për bërësit, për të bërë supën me spinaq dhe me qoftet e pulës, ne na u deshën këto produkte. Një gjokë spule, një vezë, 20 ml qumësh, 40 gram buke tërmuar, piper I zi pluhur, piper I kuq pluhur, pak pluhur hudhre, rigon, një tuf spinaq, një kokër shep, një tuf majdanoz, një tuf kopër, 50 gram gjalp, një vezë, një kokër limon dhe pak fara speci djegës. Prezantimi është bërë, emrin? Mund t'i jedhim kësaj pjate, se harrova të thosha. Çfarë? Mund t'i jedhim pak djath parmigiano. Po si jo. Shkon, në mënyrë të shkëlqyer. Po si jo. Shikoj që Siriani po qesh, po I shkon. Syriani po qesh. Qesha unë. Qesh, sepse të pëlqeu kjo që thashë. Parmigiano, Po, është domosdoshme. Po, pra. E jo, jep pjatës jo vetëm shije, po dhe atë pamjen për kontrast në ngjyra. Emri? Emrin do t'ja bëj Merita.
Kush është Merita? Merita është një mikesha ime, e dua shumë, një grua zonjë, me këmbë në tokë, e mirë, e dashur, gjithë mirat Merita të përqafoj fort. Përshëndesim mori Meritat Merita që po në ndjek në këto momente dhe në ekipin e Vizan Plus e kemi një të tillë, përshëndesim dhe atë. Florenca, ne falenderojmë shumë, është momenti të ndjekim një insert informues. Përshëndet. Pse ushqemi nga njëherë nga inercia dhe mendja na thot duhet edhe pse stomaku na komandon ndryshe. Ndjekim një insert, rikthehemi në studio dhe prezantojmë të ftuar.